Këshilli i Ministrave miratoi planin kombëtar të veprimit për personat me aftësi të kufizuar 2026-2030, dokumentin strategjik që do të udhëheqë politikat publike për garantimin e të drejtave, përfshirjen sociale si dhe jetesës së pavarur të personave me aftësi të kufizuara gjatë 5 viteve të ardhshme. Plani synon që personat me aftësi të kufizuar të ushtrojnë plotësisht të drejtat e tyre, të jetojnë të pavarur dhe të marrin pjesë në mënyrë të barabartë në jetën shoqërore, ekonomike dhe publike të vendit. Dokumenti parashikon ndërhyrje konkrete në fushat e aksesueshmërisë, arsimit, gjithëpërfshirës, punësimit dhe formimit profesional, mbrojtjes sociale, shëndetësisë dhe rehabilitimit, drejtësisë si dhe pjesëmarrjes në jetën politike, kulturore dhe publike. Në total, plani përfshin 28 objektiva specifik, 68 masa prioritare, si dhe 283 ndërhyrje konkrete të buxhetuara për periudhën 2026-2030 me një kosto të përgjithshme prej 7.6 miliard lekësh. Një nga drejtimet kryesore të planit është shkalimi nga një model mbështetjeje i fokusuar kryesisht tek përfitimet financiare drejt një modeli të përfshirjes së plotë sociale, ekonomike dhe institucionale. Ndër risitë kryesore të planit janë zgjerimi i shërbimeve komunitare, si dhe mbështetja e jetesës së pavarur, hartimi i planeve të individualizuara të tranzicionit për përfituesit e qendrave të zhvillimit, identifikimi si dhe hartimi kombëtar i personave në rrezik, institucionalizimi, forcimi i financimit të shërbimeve sociale, përmirësimi i aksesit në pajisje ndihmëse dhe teknologji mbështetëse, si dhe ngritja e sistemeve më të avancuara të mbledhjes së të dhënave dhe monitorimit.